Jemi këtër në studio në këtë pjesë të tretë, jemi me blogeren, Ledja Fazli. Mirë se erdhe, Ledja, faleminderit që je këtu me ne. Faleminderit juve për ftesën. Ne do të flasim pikërisht për aksesorët. Unë të shoh edhe ty vetë të vendosur të aksesor shumë interesant, duhet thënë. Faleminderit. Kjo është si tip, si kollare, si kravatë? Kjo është kravatë, sepse kravatat përsëri këtë vit janë shumë në modë dhe madje më fuqishëm se vjet. Por janë kravatë të zakonshme. Në fakt janë stiluar, unë i kam stiluar vetë, i kam stiluar me spilat që janë vintage, janë bohemian style. Trendet për sa i përket aksesorëve, dhe në fakt aksesorët në sinë e vjeshtës janë të shumtë, kam përshtypjen unë, kështu që mund të luaj me gjithçka, që nga ngjyrat, modelet, edhe te idetë besoj unë përdorim të aksesorëve. Kështu që ti ke sjell shumë aksesorë këtu sot në studio dhe unë do doja të na tregoje pak se çfarë shkon më shumë gjatë kësaj stine, cili është trendi, çfarë preferohet më tepër. Po, si vjet janë shumë trend, le të themi që nga materiali kamoshit ose lukura e kthyer, që e shikojmë në çanta, që e shikojmë në ripa, pra janë shumë interesante dhe gjithashtu edhe thekët, që thekët janë në për çanta, janë në për ripa, thekët i shikojmë në për shaller, thekët i shikojmë në kapele, në për bluza, në triko, kudo. Pastaj shumë interesant këtë sezon është këtë vit, le të themi, janë printet, po printet kur janë të miksuara me njëra tjetrën. Jo vetëm printet më vete, siç shumë në mod ka dalë si vjet, shumë është printi me lop, i lopës, i zebrës, printi... I zebrës, jo, a është i gjarë. Ky është i gjarë, pitoni ka qenë gjithmonë, po pitoni është shumë si vjet në mod, dhe gjithashtu edhe printi dalmatit, shumë... Ja, i shojmë tek fotoja që kemi në këtë moment, këto janë printet. Ja, ripi me printin e zebrës. Gjithashtu shumë në mod janë, si vjet është moda maksimaliste. Çdo gjë të jetë në maksimum e egzageruar, që të flasë, të bërtas, të ulëraz, çdo gjë. Shumë ripa të vendosur, jo vetëm në për xhaketa, ripat mund t'i vendosim edhe në një trikon, mund t'i vendosim në kardigan, mund t'i vendosim në për palto, dhe jo vetëm një. Nuk është vetëm fjala për ripa të mëdhenj si puna e këtyre, që janë maksimalist, por gjithashtu edhe ripa të hollë, por të vendosur 5-6 ripa në një vend. Gjithashtu edhe këto aksesorët që ne folëm në fillim, janë shumë në modë si vjet, shumë trend, pjesa e mbushjes të gjithë xhaketës me aksesor. Dhe jo vetëm aksesorët e spilave, po në përkrahët, në përmëngët e xhaketave mund të vendosim edhe bërzylyk të mëdhenj. Gjithashtu edhe... Pra jo vetëm një, sa të keni të vendosin të gjitha, si që ishte ajo vajza me xhaketën blu, kishte vendosur të gjitha fluturat, lulet që kishte, po... Pilivesat, freskoret, gjithçka. Blidhini të gjitha aksesorët që keni. Nëse vendosin shumë lezet. Duket bukur në fakt. Po, është shumë interesante. Argëtuese, këndshme. Gjithashtu edhe dorezat, dorashkat ndryshe, janë stili maksimal, do me thënë sa më të mëdha, dhe mundësisht të vendosur në një aksesor të madh sipër, edhe unazat sipër dorezave. Ja, ta marim ato dorezën për ta ilustruar pak. Pra kjo është një dorezë... Ti thua sa më të mëdha, e ke fjalën për... Për të gjata, të gjata. Mirë, doreza mund tjetë e rehatshme në dorë, atë e vendos vetë personi, por të gjata dhe kjo është goxha e madhe, le të themi. Mundësisht ka dalë në modë, ose është trend këtë vit që edhe mëngët e xhupave apo mëngët e xhaketave të futen brenda në dorezë. Prandaj dhe është kjo pjesa e madhe, e gjerë, le të themi që e grykës së dorezës. Pra ke vendosur tek doreza gjithashtu unazën? Unazën edhe... është trend edhe ky moment. Po, është të vendosurit aksesorëve të unazës si për dorezës, edhe të bërzdylykut, një bërzdylykut të madh, mund t'jetë çfarë do. Këto ripat i kam sjell për demonstruar që edhe ripat duhet të jenë shumë, le të themi shumë të dukshëm, të ketë shumë sy ripi, si për shembull, ato janë të dy me gold, me ngjyrë ari, dhe të dy mund t'i vendosim me njëri tjetrin, dhe një rip që është vetëm zinxhir, dhe një rip tjetër lëkura apo çfarë do lloj materiali tjetër. Edhe ti shohim edhe teleshikuesit nga shtëpia. Pra, se janë aksesorë të bukur. Pra, ky është një rip në formën e gjarprit, që do vendoset bashkë me këtë tjetrin së bashku të dy në një xhaket, po, të dy në një xhaket apo në një këmish apo çfarë do lloj veshje që mund të... Pastaj janë edhe këto çantat që janë pa ripa, që quhen klaç, ose si mund t'i quajm kuleta të mëdhaja. Po, gjigande, një klaç gjigande. Kështu është, gjigande, si vjet janë shumë gjigande. Janë kuleta të mëdha, dhe kjo ka edhe atë pjesën e pitonit që është sërish në modë. Pra jo vetëm që është e madhe, që është stil si vjet, por ka edhe pjesën e lëkurës së pitonit. Ndërsa, përsa i përket aksesorëve kapeleve, si vjet është vënë re një
trend i kapeleve të fermerit që quhen. Kjo është pak më e modernizuar, por forma është në kapelen e fermerit. Kështu quhet farmer hat. Që është kjo forma, nuk di si ta them tjetër, kështu është... Moda kështu e ka quajtur. Kështu e ka quajtur. Edhe kapeleve që janë kapelet republik që i quajmë, ose kapelet normale, të dimrit, që janë kapele në stof apo në material më të trash, unë ju vendos tani i mbush plot me spila dhe duken shumë interesante. Ndërsa sa i përket syzeve, dhe këtu e shikojmë që edhe në syzet optike, ka një formë më të veçantë, një formë që është më bold, bie më shumë në sy, është më trend, është më avantgard, edhe këtu po të shikojmë janë pra bishtat me tiger, me tiger, edhe këto janë shumë në trend si vjetë, po gjithashtu vazhdojnë të jenë edhe syzet e mdha, me ngjyra, jo vetëm të ngjyra e xhamit, tek madhësia e syzeve dhe te pjesa e formës. Forma është polis, po është shumë e madhe se sa polis. Pra është forma ajo që i bën. Pra janë syzet vintage, syzet e vjetra, le të themi, të risjellim në mod, po në formë më të madhe, në formë që të bëjmë wow. E qartë, bukur. Ndërkohë, për të komentuar pak lukun tënd, përveç kravatës, ke gjithashtu vathët, që janë bashkë me... Pas këtë piercing në veste, tani po unë jam edhe në pas piercing. Po pjesa e vëthëve është bashkë me pjesën e aksesorëve të kravatës, që janë kombinuar bashkë. Dhe kam preferuar që t'jem pak me e thjesht në duar, sepse nuk mund ngarkohesh aq shumë për studio, por që i kam sjell këtu. Si nuk mungon, gjithsesi pyzylypët, unazat, aksesorët i ke të gjithë, sepse është bold. Ky është mesazhi. Duhet u lërasim si vjetë. Bold and beautiful. Bold and beautiful. Falenderoj shumë që ishe sot me mua këtu edhe për gjithë këshillat interesante në lidhje me trendet e aksesorëve. Do t'jemi me siguri edhe për temat të tjera dhe për trendet të tjera ku t'kemi në momentet e përshtatshme për të folur sërish për tendencat e modës. Faleminderit që na ndoqët, të dashur miq, do të kemi sërish nesër. Kalofshi mirë.